juve më lejoni, unë do të rekomendoja që kjo pjesë e problematikave që duhen adresuar ta kalon të pikën 1 si pikën e fundit. Sepse këto janë faktorë të jashtëm. Dhe faktorë të jashtëm janë ngjarje të cilat ne nuk i kontrollojmë dot, opinione të cilat ne nuk i kontrollojmë dot, sjellje veprime të cilat ne nuk i kontrollojmë dot. Dhe me ne po të them juve si staf, po edhe ne si organi i qeverisisë që jemi. Kështu që gjithmonë do të ketë ndikim në veprimtarin e një institucioni që ka marrë përsipër i dalë për zot fenomeneve më negative në një shoqëri të saktuar. Dhe do të preferoja që në renditje e këtyre problematikave, juve, me qëllim që t'i bjetë kapelja, si të thuash, çdo institucioni, të parashikoni problematika të karakterit ligjor, ose në ligjor. Problematika që lidhen me burimet njerëzore. E kështu me radhë, dhe për krah këtyre, të keni mundësi që të shikoni, të vendosni atë që është vlerësimi juaj i brendshëm për mënyrën e zgjidhjes. Nisur edhe nga pyetja që bëri zoti Mërkuj, që në fakt ishte njëkohësisht edhe një pyetje ime. Pra, spatu ka gjithë autoriteti që të dalin hapur, jo vetëm me parashikimin e problematikave, por edhe me mënyrat e brendshme të zgjidhjes së tyre. Kështu që, krahas këtij klasifikimi të faktorëve që janë njëftimi të brendshëm dhe të ndarje legislativ, me njerëzore etj. Do të preferoja që në raport të gjendej edhe ajo që kjo strukturë konsideron si më të mirën, sepse më shumë se sa ju që jemi brenda kësaj strukture, ne që jemi jashtë kutisë, patjetër që kemi radarët tanë, strypët tanë, veshët tanë, nuhatjet tona, po juve jemi në gjendje që ta depistoni më mirë realitetin dhe të bëni rekomandime të duhura, të cilat pastaj merren ose jo në konsiderat varësisht interlokutorëve të tjerë. Si anëtar këshilltar të prokurorisë, do të pëlqente shumë që ndërveprimi jon institucional të ishte më aktiv. Ndoshta kjo do parë nga ana jonë, sepse ne duhet jemi këtu absolutisht për një strukturë kaq të rëndësishme. Dhe juve nisët me përgjëzime fjallën tuaj, ka që e përgjëzoj Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Nuk e di se ka të merituara i kemi plotësisht këto përgjëzime, marrë në konsiderat që në ditët e sotme kemi thënë që ka një fluks të kërkesave që vijnë edhe nga prokuror të zakonshëm lidhur me shqetësime që ata hasin në veprimtarinë e tyre dhe që ndonjëherë i cënon në efektivitetin në punë apo në jetën e tyre personale familjare. Jam besim plot që ato gjëra që keni vendosur në strategjinë tuaj të realizme dhe mendoj që suksesi i sekretit është tek mosmbajtja e sekreteve, por institucionet të tilla si puna juaj janë detyruar që të mbajnë edhe disa sekrete, kështu që balanca që besojmë është një zgjedhje duke marrë ndonjëherë me top cost të faktit nëse një çështje e caktuar ka interes publik apo është në interesin e publikut. Besoj që do të jetë një sfidë e debateve të më vjen shumë mirë kur teksa pash në raportin tuaj komunikimin që bën media, dhe për hir se vërtet është bura re që kemi një angazhim të jashtëzakonshëm nga
nga pyetje, nga kërkesa të paraqitura dhe jam e bindur që ky sektor mban një barkë të jashtëzakonshme sepse nga njëra anë duhet të jetë transparent, nga ana tjetër të japë përgjigjet e duhur. Do më pëlqente shumë që një metodë të tillë të punës ta përvetësonin edhe ne si këshillar të prokurorisë. Do më pëlqente shumë që nga ana juaj të evidentojë në mënyrë më të qartë çfarë prisni ju nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, edhe në këto problematika. Pra dilni në tojza, me zë dhe me figurë, çfarë doni ju nga ky organ i qeverisjes që të rikthyohet në mirë. Shtu ne kuptojmë edhe më mirë detyrën tonë dhe nuk hallakatemi në përditshmërinë tonë dhe në problematika që vetë ky institucion nuk ka. Falenderoj nga zemra, zoti Lumani, Unë e falenderova Këshillin e Lartë Prokurorisë, sepse edhe nuk është një falenderim vetëm nga ana ime, por është falenderim në emër të institucionit që unë përfaqësoj. Ndërveprimi me Këshillin e Lartë i Prokurorisë paraq sa ligji parashikon, unë vlerësoj se ka qenë në nivel të kënaqshëm. Dhe përfundimi i procesit të emërimit të 3 prokurorëve për ne ishte shumë i rëndësishëm dhe unë jam në dieni të kohës që ka zgjatur, energjive të konsumuara nga ana juaj si këshill, një proces i zgjati shumë dhe patjetër e vlerësoj këtë sepse unë tashmë kam 3 prokurorë më shumë në forcë dhe që ndihmojnë në ecjen para të punëve. Tani tjetër është ajo që unë e thash, i vetmi institucion vendas, do thoni ju, po është pjesë e përgjegjësive tuaja. Patjetër që është pjesë e ushtrimit të përgjegjësive tuaja, por ju i keni ushtruar këto përgjegjësi. Dhe keni reaguar në mënyrë të përsëritur her pas here, kur është parë e nevojshme me deklaratat tuaja publike në mbrojtje të punës së prokurorisë së posaçme dhe nuk mund të rrim pa e vlerësuar, sepse ne e kemi të nevojshme edhe këtë reagim tuaj. Tash jeni qeveria jonë, qeveria e prokurorëve dhe nga ju e presim, nga asnjë institucion tjetër nuk presim ndonjë reagim. Tani sa i takon asaj vërejtjes suaj, po, ndoshta në raportimet e tjera mund të jetë në pjesën e fundit, por ne kështu e vlerësuam dhe ne besoj që e vlerësuam drejt që këto problematika të ishin pikërisht në hyrje të raportit. Ka modele të ndryshme se ku adresohen problematika, ka modele raportimi që bëhen në fillim, se na duke punuar edhe ne tashmë kemi filluar edhe të eksplorojmë modele, sepse para se të isha drejtues dhe unë nuk kushtoja shumë rëndësi raportimit apo ku duhet vendosur kjo. Por ka modele të ndryshme dhe modeli që kemi përqafuar edhe ne në këtë raportim është patjetër një model perëndimor që ne kemi ndjekur. Por a mund të liheshin për në fund të problematikat, patjetër edhe mund të lihen në fund dhe është pjesë e diskutimit tonë. Ne sa i takon zgjidhjeve konkrete ligjore, ne nuk mund të bëjmë ne nuk mund të propozojmë zgjidhje konkrete ligjore, vlerësojmë ne si institucion në një raport. Patjetër, në komunikimin që kemi me institucionet dhe kemi patur komunikime me institucionet, po them me kuvendin, ne kemi qenë konkret. Konkret, si qysh tek zgjidhet, për shembull, kompetenca për ekzekutimin e vendimeve penale. Ne kemi drafte konkrete. Gati kemi se si mund të zgjidhet. Sa i takon statusit të prokurorëve. Patjetër që ne kemi propozime konkrete, madje një pjesë e propozimeve janë adresuar, janë në konvent që nga tetori i vitit 2021, në mos gabofsha, po që nga viti 2021 janë propozime konkrete, propozime për këshilltarët ligjor, janë që nuk di, para disa viteve janë bërë në kuvend duke sugjeruar dhe ku duhet ndërhyet, patjetër. Po në raport, ky është ne vlerësojmë se raporti është një dokument i tillë saqë nuk të lë të avancosh me zgjidhje konkrete, për më tepër se siç edhe ju e dini, siç dhe unë e thash, ne thjesht i bëjmë të ditur
tek ju, si qeveria jonë, me qëllim që edhe ju, me zërin tuaj, ti adresoni atje ku duhen adresuar, gjë që e kemi bërë dhe ne tashmë, sepse ne raportojmë edhe në kuvend, kopje e këtij raporti është dërguar edhe kuvendit të Republikës së Shqipërisë brenda afatit ligjor, kështu që po patjetër ka vend për tu përmirësuar. Faleminderit. Faleminderit kryetare, faleminderit Domakut, faleminderit ekipit tuaj për hartimin e këtij raporti. Unë do të them pak të çështjes së gjetjeve, duke nisur nga gjetja e parë. Unë e kuptoj qasjen tuaj që me proverbën i Zotit di se të pikon shatia, dhe unë e kuptoj shqetësimin tuaj për ta arritur parën, çështjen e ndikimit politik mediatik. Kam një pyetje e cila më rezulton nga ndërtuar nga disa gjetje, kryesisht e para dhe çështja e uljes së referimeve nga institucionet publike. Pyetja ime shumë e shkurtër, por një pyetje shumë e shkurtër. Në besimin tuaj, mendoni se SPAK ka humbur besimin e institucioneve publike? Dhe e dyta, si mendon se ndikon kjo në zgjidhjen e çështjes së statusit? Faleminderit për pyetjet. Tani, raportimi është i qartë, ka një ulje të referime nga institucionet publike dhe nuk është që ndodh, kjo nuk është se ndodh vetëm këtë vit. Edhe vitin e kaluar për anëtarët e Këshillit të Lartë Prokurorisë që kanë qenë prezent në raportimin e vjetshëm, kam raportuar që në vitin 2023, në raport në vitin 2022, ka një ulje të numrit të referimeve tek pruria e posaçme. Unë patjetër nuk e shoh si një ulje të besueshmërisë të institucioneve ndaj SPAK-ut. Dhe qëllimi pse ne përmendim në raport është edhe që t'i bëjmë thirrje institucioneve për reflektim, pasi ne jemi të hapur për bashkëpunim. Dhe cili do institucion që ka bashkëpunuar me ne, e ka parë vetë se sa të angazhuar jemi ne në çdo rast që ata referojnë me qëllim pasjen e një hetimi të suksesshëm. Sa ndikon në zgjidhjen e statusit, nuk e di, s'kam bërë në vlerësim të kësaj, nuk mund të them